Faleminderit shumë, faleminderit, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juajën në Odan. Mirë mbrëma Naem, mirë mbrëma Dora, mirë mbrëma Diki dhe mirë mbrëma Terita Sadiko. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jemi, nga do që të jemi. A ja ku jemi bashkë, jemi këtu në shesin e fjallës të mirë, e këngës të bukur, jemi bashkë me spektatorin, me telespektatorin, jemi një armatë të tërë që bëjmë gjithë shka, që ju ta kaloni sa më bukur në këtë vikend. Në këtë ditë që në realitet i bje një ditë pas Kurban Bajramit. Andaj, urime, gjithë komunitetit të besimit islam, të besimit musliman, urime gëzuar festa e Kurban Bajramit. Urime gëzuar. Kemi të shuare, jemi knaqe dhe kjo është bukur, është një solidaritet i rrallë, është një diçka e bukur që na bën që t'i kthehemi njëri tjetrit, me gjithë solidaritetin e duhur, me dashurin, me respektin për punën e tjetrit, me respektin për venin, me respektin për këtë ven që me shumë gjak e kemi bërë. E vërtet. Dhe e bukur është që në këtë vazhd të bëhemi sa më të vëdishëm për atë se çfarë borgji kemi venit. Mos prit çfarë ka bërë dheu për ty, po çfarë ke bërë ti për atë dheun. Duhet çdo njeri të zgjohemi me këtë ndjenjë, me këtë dashuri. Këtyre ditëve ishim për një vikend në Greqi dhe bashkë me Mirien po bisedonim një vend, një atë dhe që ka qenë mbi 100.000 kilometra katror. Pse jemi rrudhë kështu? Ishim në Selanik dhe e mendon, me 1905, 63% popullsi shqiptare kanë qenë. Dhe të dhem shpirti. Ka shqiptar që jetojnë në Selanik, po popullsi shqiptare nuk ka të deklaruar. Sot, llogariteni, thjesht bëhet fjalë pas një 120 vjetëve, as një shqiptar. Po pse jemi rrudhë kështu? Sigurisht se jemi rrudhë me këtë qasjen që si duket gjithmonë e kemi pas ndaj njëri tjetrit. Dhe jo me kot, në vitin 1905, 63% shqiptar në Selanik, në vitin 1905 në Amerikë, Fajkonica thjesht vuante, si kur qante, se thoshte fatkeqësia shqiptarit për i vjen veç prej vetvetes. Dhe shqiptaris po ta fal veç suksesin. Po sa bukur do t'ishte që t'ja duam suksesin njëri tjetrit. Po sa bukur do t'ishte që këto suksese absolutisht t'i sublimojmë bashkë, t'i fuzionojmë bashkë. Inxhinieri për punën e tij, bujku për punën e tij, mjeku për punën e tij, politikani për punën e tij, historiani, akademia, shkenca. Kur jemi të akademia dhe të shkenca, duhet absolutisht të gjithë ta bëjmë thirrjen më të madhe e të fundit se ju akademik, e punëtor shkencor, e profesor, e doktor, nga do që t'jeni, e keni për detyrë që t'jeni shumë më aktiv, në mënyrë që mos më na myt analfabet llaku. Një fal ligjerata. Po një ligjerat shumë të bukur e bona. Si do që t'jetë. Po edhe shumë edhe më shmenajmë. Jemi këtu përsëri, një natë pas festës Bajramit, që me gjithatë ka prek në ndërgjegjen tonë që të kemi sa më shumë solidaritet të dashurin ndaj njëri tjetrit, e brenda krejt saj, këtu në sheshin e fjalës e mire këngës e bukur, sonte do të ndodhë shumë çka e bukur, interesante, e veçantë, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi këngë, humore, shumë çka të bukur, në mënyrë që në këtë vikend dhe nesër në mëngjes të kaloni sa më bukur me ne. Jemi këtu në këtë skenografi tërgamur, që është dorë vendore, do më thonë shqiptarët din, duhet të duan, duhet edhe t'ja dalin. Dhe në këtë glamurozitet, në këtë bukurit, ti konstaton se në vërtet, si që është Odeoni, nona dhe baba teatrit, po dhe civilizimi, Pelazgo i lirë, është nona edhe baba e civilizimit botëror, sidomos ati perëndimor. E pse të mos jemi të tillë? Gati si me dalë në parlament me folë. Ma mirë shkon me pashku, se do që janë aty, më falni për jo modestin. Ja, se me ndonë ndryshe. Duhni me më propozu? Po, të propozojnë. Se na shta shkoj? Edhe duhni me më votu? Energjia jote pozitive për shtetin e përvendin. Unë do të mundohesha absolutisht më ju tregu se çka mund të bëj. Ecim tutje. Do të vinë vazhdim ato.
A ke me thonë diçka tjetër më i miri? Jona, Se interesant kur s'po t'nalet kjo guj. Jo, ty s'po t'nalet, unë s'po vit dhe të fjalla, po sonte në nguakroditjet e juaja i ftojmë Dadën Hyr edhe Kulën. Ato që na sjellin gaz, e lumturish humor. çdo javë. Dada Hyr dhe Kulja!